Ka ndodhur çudia në Itali, nëna e mumifikuar në shtëpi, djali maskohej si ajo për të marrë pensionin. Flok të shkurtra, por model femëror, pa grim, një këmish stili viteve 70, varse me perla dhe vath të stilit të vjetër. Në pamje të parë, një zonjë krejt normale, por nëse sheh pak më nga afër, pudra fsheh një lëkur mashkulli dhe mosha nuk duket ajo e një 85 vjeçareje. Detaje që nuk I shpëtuan punonjëses së gjendjes civile në Itali, në një komunë pranë Mantovës, ku kjo grua, Graciela Dall'Olio, paraqit për të rinovuar kartën e identitetit. Punonjësja e dalloi menjëherë dhe e njoftoi e prorët të cilët lajmëruan kryetarin e bashkisë dhe policinë lokale. Kështu nisi një hetim I brendshëm që krahasoi foton e bërë në komunë 2 javë më parë me atë të kartës së identitetit të skaduar 10 vjet më parë. Dyshimet u forcuan, ngjashmëria ishte e dukshme, por po aq e dukshme ishte që ajo nuk mund të ishte zonja Dall'Olio, një shtëpiake ve bashkëshortisë së cilës mjek kishte ndruar jetë disa vite më parë. Në fakt, ishte djali një infermier aktualisht I papunë, që në versionin Mr. Doubtfire ishte zvendësuar me nënën. Arsyeja, zonja kishte vdekur dhe ndoshta jo kohët e fundit, pasi nuk kishte pasur lajme për të prej vitesh. Ndërkohë, kishte lajme për pensionin e majmë që djali vazhdonte të merrte duke u shtirur si e ëma dhe duke paraqitur çdo vit një deklaratë ardhurash me emrin e Graciela Dall'Olio, jo e vogël, 53.000 euro, fruti pensionit të shoqit mjek dhe të ardhurave nga pasuria e familjes, shtëpi dhe toka. Siç shkruan Corriere della Sera, historia pati një fund të habitshëm dhe makabër. Punonjësia e ftoi burrin të kthehej në zyrat e komunës për të përfunduar procedurën dhe policët e detyruan të pranonte maskimin. Duhet të bëjmë edhe një kontroll në shtëpinë tuaj, shtuan ata. Bëni si të doni, pëshpëriti ai. Dhe kur hyn në shtëpi, skena ishte tronditse. Në një dhomë ishte nëna e mumifikuar.